Thellohat kriza politike, LSDM-ja pretendon se të hënën do të zgjidhet kryeparlamentarin, ndërsa VMRO-ja këmbgul që zgjedhjet parlamentare të mbahen bashkë me ato lokale. Analistët politik vlerësojnë se kriza politike në Maqedoni në vend që të zgjidhet do të thellohet edhe më shumë. Por derisa politikanët në Maqedoni shfaqin tendenca e redentiste, ky vend nuk do të mund të ketë ardhmë europiane, porositi presidenti i Greqisë. Në Fushtopan ka nisur ndërtimi një xhamie me 9 kupola dhe 2 minare. Në të njëjtin vend po ndërtohet edhe ndërtesa administrative e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë. Përshëndetje, shikues të nderuar, ndërlikohet edhe më tepër situata politike në Maqedoni. LSDM-ja paralajmëron se të hënën bashkë me kryetarin dhe anëtarët e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërim do të zgjidhet edhe kryetari i parlamentit. Ndërkohë VMRO-DPMN-ja daljen nga kriza e sheh në zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbaheshin në një ditë me ato lokale dhe pa shpenzime shtesë. Situata politike në Maqedoni sa vjen ndërlikohet më tepër, ndërsa dalja nga kriza e thellë politike duket shumë e vështirë. Nga LSDM presin që të hënën të zgjidhet kryetari i ri i kuvendit, por nuk saktësojnë emër konkret, edhe pse ditë më parë, zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani tha se kandidatin e tyre do ta mbështesë edhe LSDM. E pyetur nga gazetarët a do të propozojnë kandidat për kryetar të kuvendit ose do të mbështesin kandidatin e BDI-s, deputetja e LSDM-s Jagoda Shapanska tha se ditën e hënë do të prezantohet marrëveshja 67 deputetëve. Ne presim që të hënën të vazhdoj seanca konstituive në të cilën në fillim do të zgjidhet kryetar dhe antar të Komisionit për Emërim. Në seancë duhet të zgjidhet edhe kryetari i ri i kuvendit. Të hënën do të komunikohet marrëveshja e 67 deputetëve nga shumica e re parlamentare rreth zgjedhjes kadrovike për kryetar të kuvendit. Por VMRO-DPMN daljen nga kriza e sheh në zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbaheshin në një ditë me ato lokale. Irena Popova nga kjo parti tha se mbajtja e zgjedhjeve të reja parlamentare në harxhimin e njëjtë me zgjedhjet lokale janë zgjidhja më e mirë për daljen nga kriza aktuale. Само на той начин граѓаните ќе ја вратат целосната контрола врз единината на Републиката. Vetëm në atë mënyrë qytetarët do ta kthejnë kontrollin e plotë të Republikës së Maqedonisë dhe vullneti i tyre nuk do të rrethohet nga marrëveshjet e ndryshme paszgjedhore, të cilat kanë një emërues të përbashkët, ndërsa ajo është realizimi i platformës gjithshqiptare e nënshkruar në Tiranë më 7 janar. Një ditë më parë BDI paralajmëroi se kryetari i kuvendit do të jetë Talat Xhaferi, të cilin do ta propozojnë ata, por se për këtë emër ata kanë marrë edhe pëlqimin e LSDM-s. Analistët politik vlerësojnë se kriza politike në Maqedoni në vend që të zgjidhet do të thellohet edhe më shumë. Sipas analistit Petar Arsovski, 2 janë arsyet për thellimin e krizës, e para se Gruevski nuk humbet asgjë nëse situata eskalon, dhe e dyta Bashkimi Evropian nuk mund të përfundojë punën e dikujt tjetër. Ndërsa analisti Agim Yunus mendon se ka disa skenar që krizën e thellojnë edhe më tepër. Kriza politike në vend shkon drejt thellimit dhe jo drejt zgjidhjes së saj. Kështu deklarojnë analistët politik Petar Arsovski dhe Agim Yunus, duke komentuar edhe zhvillimet e javës që lan pas. Arsovski nënvizon se nuk sheh vullnet politik që kriza të zgjidhet në mënyrë institucionale. Две главни причини гледам за тоа. Првата е веќе јавната. Dy arsye kryesore shoh për këtë. E para është pozita publike e Gruevskit se ai nuk ka çka të humb me skalimin plotësues, kështu që këtu nuk do të ketë asnjë lloj frenimi partia në pushtet, dhe e dyta është fakti që përfaqësuesit e BE-s nuk mund ta përfundojnë punën për ne. Nga ata mund të presim porositë e qarta, retorikë të qartë, por nuk mund të presim hapa thelbësore më serioz. Gjithsesi, do të mbes puna tek politikanët vendas që të gjejnë vullnet politik që të kalojnë krizën në rrugë institucionale. Ndërsa analisti Agim Yunus mendon se ka disa skenar që krizën e thellojnë edhe më tepër. Ai thotë se skenari i parë është që të hapet puna e kuvendit saqë të ketë statusin i hapur, por se përparimi nuk do të fillojë, pasi realisht prej këtu do të fillojnë obstruksionet. Što znači, kupovanje to vreme ќе продолжи со
që do të thotë vlerja e kohës do të vijë me anulimin, vazhdimin e seancave, të diskutimeve të komisionit e për të shka nuk do të ketë kthim prapa. Plani B është ajo që nëse opozita shkon përpara me progres, që do të thotë në mundësi relative të formoj kuvendin, të zgjedh kryetar dhe të formoj dhe qeverin, atëherë në këtë rast është pjesa më e njohur që në grup të hyjë në kuvend të bëjë të llovi, pas shka hapen të gjitha dyert e mundura për gjithçka. Analisti Agim Jonus po ashtu vlerëson se nëse këtë javë nuk arrihet pika fillestare, që është zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe organet e tij, ndërsa presidenti përsëri të tregoj padëgjshmëri, atëherë asgjë nuk do të funksionojë dhe do të shkaktohet anarki. Sipas analistit Jonus, zgjedhjet tjera të parakohshme do të jenë referendum për Maqedoninë, ndërsa partitë shqiptare do ta kenë më shumë vështirë për të realizuar qëllimet e tyre. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Ivo Vajgëll demanton të ketë thënë se Nikola Gruevski u ka thënë atyre se do të shkojë deri në fund, nga se nuk dëshiron që të shkojë në burg. Ndërkohë, gjatë ditës, VMRO-ja dhe LSDM-ja komentuan deklaratën e tij. VMRO-ja akuzonte Vajgëllin se po mban anën e, siç thon ata, kriminelit Zoran Zaev, ndërsa LSDM-ja pohonte se edhe Vajgëll e ka thënë atë që ata si parti po e përsërisin një kohë të gjatë. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Ivo Vajgëll demanton të ketë thënë se Nikola Gruevski u ka thënë atyre se do të shkojë deri në fund, nga se nuk dëshiron që të shkojë në burg. Në një prononcim për mijën, Vajgëll ka thënë se ai si njeri asnjëherë nuk e personifikon përgjegjësinë dhe nuk përzihet në politikën e Maqedonisë duke përmendur emra dhe njerëz. E kam thënë edhe më herët, Maqedonia duhet të përjetojë pastrimin e politikës së saj dhe rruga për mëtutje është ajo që po e bën prokuroria speciale. Nëse vërtetohet nëpërmjet gjyqësorit se ekziston ndonjë përgjegjësi individuale e cili do qoftë, atëherë ai do të kuptojë se në shtet juridik duhet të parë pasoja. Ndërkaq gjatë ditës nga VMRO DPMN kanë reaguar duke thënë se kryetari i tyre asnjëherë nuk ka dhënë deklaratë të tillë dhe nëse janë të vërteta pretendimet e mediave, atëherë Vajgëll ose nuk ka kuptuar diçka ose me dije, por rështohet në anën e kriminalit të abuluar Zoran Zaev dhe skenaristëve të tij për shpërndarje të manipulimeve dhe gënjeshtrave. Me dezinformatat e tilla, nëse në të vërtetë i ka thënë Vajgëll, ai vetëm po e ndese dhe më tepër situatën politike në Maqedoni, në vend që të dënoi publikisht platformën e Tiranës dhe përzierjen e shteteve të huaja në punët e brendshme të Maqedonisë. Nga ana tjetër, nga LSDM kanë thënë se me deklaratat e tij Ivo Vajgëll ka konfirmuar atë që kjo parti një kohë të gjatë është duke thënë se Nikola Gruevski është i gatshëm ta mbajë peng Maqedoninë vetëm për të shpëtuar veten. Ata kanë shtuar se nuk do ta lejojnë një gjë të tillë. Është e palejuar që Nikola Gruevski dhe udhëheqësia e VMRO DPMN-s të mohojë vullnetin e shumicës së qytetarëve, të gënjejnë nëpër media dhe të shqetësojnë qytetarët me çështje etnike që nuk janë në program, të nxisin urrëtie ndërnacionale dhe mosdurim në tentim për shpëtim nga përgjegjësia personale dhe krimet e bëra në 10 vitet e fundit. Gjatë ditës së djeshme disa mediume në vend publikuan një deklaratë e eurodeputetit Ivo Vajgëll të dhënë për Al Jazeera, në të cilën citohet të ketë thënë se Gruevski u ka thënë atyre se do të shkon deri në fund nga se nuk dëshiron të përfundojë në burg. Në ditën e shënimit të pavarësisë së Greqisë, presidenti i këtij shteti ka dërguar sërish porosi për politikanët në Shkup se përderisa shfaqin tendenca irredentiste, ky vend asnjëherë nuk do të mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Përderisa politikanët në Maqedoni shfaqin tendenca irredentiste, ky vend nuk do të mund të ketë ardhmë evropiane. Këtë porosi presidenti i Greqisë Prokopis Pavlopoulos e dërgoi sot në ditën e shënimit të pavarësisë së Greqisë, pa përmendur në mënyrë direkte Maqedoninë. Sipas presidentit grek, tendencat irredentiste dhe insistimin në emrin e Maqedonisë paraqesin falsifikim direkt të historisë greke dhe janë në kundërshtim me vlerat evropiane. Vlera këto që pritet i ketë një shtet që ka aspirata për të bërë pjesë e BE-s. Vendeve fqinje të Ballkanit të cilët kanë ambicie të bëhen pjesë e Unionit, ju potencojmë se përvetësimi i emrave të cilët në mënyrë të vrashtë falsifikojnë historinë dhe përhapin irredentizëm, por edhe tregojnë sjellje barbare ndaj emigrantëve, nuk kanë të ardhmë evropiane, sepse me këtë po shkelin në mënyrë direkte vlerat dhe principet evropiane. Kujtojmë se edhe më parë presidenti i Greqisë ka akuzuar Maqedoninë se nuk po respekton parakushtet kryesore për anëtarësim të vendit në organizata ndërkombëtare.
Gjykata kushtetuese të mërkurën do të diskutojë nëse është në përputhshmëri me Kushtetutën që Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim të përgjojë nëpërmjet operatorëve telekomunikativ. Gjykata do të shqyrtojë iniciativën për kushtetutshmërinë e nenit nga ligji për komunikime elektronike, me të cilin operatorëve ju urdhërohet që të sigurojnë të gjitha kushtet teknike që të mundsojnë ndjekjen e komunikimeve në rrjetet e tyre. Iniciativa për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së këtij neni është iniciuar në vitin 2015, gjithsesi në të njëjtin vit kur LSDM-ja filloi me publikimin e bisedave nga ndjekja e paditshme e komunikimeve. Në iniciativën kontestohet i gjithë neni 10. Në këtë nend askund nuk përmendet urdhër gjyqësor, përpos se përgjimet duhet të jenë në përputhshmëri me ligjin për ndjekje të komunikimeve. Sindikata pavarur e policisë në konferencë për media ka deklaruar se punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk po shkojnë në punë. Nga kjo sindikat thonë se MPB-ja duhet të rregullojë pagesën e orëve të njësitit special për përkrahje në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kryetari i sindikatës Goce Delçev Todov i ka bërë apel ministrit që të caktojë seancë urgjente me qëllim që të zgjidhen problemet e hapura. Përndryshe, ministri do të derdhë mbi 18 milion euro për përmbarues dhe avokat. Sindikati i pavarur i policisë ka bërë apel Ministrisë së Punëve të Brendshme që të ndalojë me sjelljen e akteve të shkruara të paqarta dhe pa sinkronizuara dhe të sjellë vendim për parregullsitë në lidhje me pagesën e orëve të realizuara të pjesëtarëve të njësitit special për përkrahje. Kryetari i sindikatit Goce Delçev Todov në konferencë për mediat para MPB-s tha se në dhjetor të vitit të kaluar ka dorëzuar kërkesë për sqarim nga sektori për kontroll të brendshëm pranë MPB-s rreth parregullsive në lidhje me pagesën dhe regjistrimin e orëve të realizuara të punës të pjesëtarëve të njësitit special për përkrahje për persona të cilët vinë nga të gjitha stacionet policore të vendit dhe kryejnë obligime në territorin e qytetit të Shkupit dhe janë të vendosur në kazermën e Gjoçe Petrovit. Sektori për kontroll të brendshëm në shkurt të këtij viti u deklarua pozitivisht për të gjithë rregullativat ligjore, po sipas krahasimit ku qëndron ndihmës ministër për kontroll të brendshëm, është dyshim se personi i njëjtë e ka nënshkruar aktin në shkurt dhe aktin të cilin e morën mbrëm. I bëjmë thirrje publike ministrit që të caktoj seancë urgjente dhe të tejkalojë kjo punë, për shkak se në të kundërtën mund të ndodhë që 18 milion euro të derdhen nga ministria në vend që të blihet pajisje dhe armatim i ri. Kryetari i sindikatit të pavarur të policëve Todov nënvizoi se bëhet fjalë për mospunimin e shërbimit juridik dhe kadrovik dhe sektorit për financim dhe shefa, të cilët janë në sektorin për njësi të posaçme, me çka mundësohet mbushja e xhepave të personave të cilët janë përmbarues, noter, gjykatës dhe avokat nga arka e MPB-s me para të cilat janë të dedikuara për policinë. 26 vjeçari IK nga Tetova, i cili ishte therrur me thik në pjesën e shpinës dhe të qafës më 20 mars të këtij muaji, gjysmore pas mesnate ka humbur jetën në qendrën klinike, ka bërë të ditur zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetov Marian Josifovski. Sipas të dhënave të deritanishme, tani më i ndjeri IK 5 ditë më parë është sulmuar nga 2 vëllezër MM 34 dhe RM 32 po ashtu nga Tetova. Zëdhënësi i policisë së Tetovës ka theksuar se incidenti ka filluar në një kafeteri në rrugën Vëllezrit Miladinovci në Tetov, ku ata janë përleshur fizikisht dhe më pas janë takuar në bulevardin Blagoja Toska, ku kanë vazhduar përleshjen fizike. Të dy sulmuesit menjëherë pas incidentit janë arrestuar nga policia, ndërsa MM nga ana e gjykatësit të procedurës paraprake i është caktuar masa para u burgimit, si dyshuar se ka bërë veprën penale vrasje në tentim, ndërsa tani me siguri pas situatës së re të krijuar, vepra do të rikualifikohet në vrasje, ndërkohë vllau i tij RM pas bisedës është lëshuar si dyshuar për pjesëmarrje në rrahje, por edhe këtu mund të ketë rikualifikim të veprës, ka thënë Josifovski. Në Fushtopan të Shkupit janë hedhur hapat e parë për ndërtimin e një xhamie me 9 kupola dhe 2 minare. Xhamia do të ketë kapacitet për 1500 personash dhe do të ndërtohet në stilin e kompleksit. Po ashtu, në të njëjtin vend do ndërtohet edhe objekti i administratës së Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë.
Janë hedhur hapat e para për ndërtimin e xhamisë qendrore të Tophanës në Shkup, e cila do të ndërtohet nga ana e Fondacionit të Çështjeve Fetare të Turqisë. Xhamia pritet që të përmbush nevojat për vend të adhurimit për popullsinë e rajonit. Derisa ka filluar të mbyllet vendi ku do të ndërtohet xhamia, vazhdon ndërtimi i zyrave të kantierit të ndërtimit. Xhamia, e cila do të ndërtohet në stilin e kompleksit, do të ketë parking të mbyllur, kurse Kurani, sallë konferencash, shatërvan dhe ndërtesa administrative. Këshilltari për çështje fetare pranë ambasadës së Turqisë në Shkup, Murat Alkan, ka thënë për Agjencinë Anadolu se projekti i xhamisë qendrore të Tophanës në Shkup do të zhvillohet në partneritet me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë, Komunën e Çajirit dhe Komashi si kompani e TDV-s. Başladıktan sonra takriben 2-2,5 yıl. Pasi që të filloj për afërsisht brenda një kohe prej 2 vite e gjysmë planifikojmë të përfundojmë. Komuna e Çajirit procesin për alokimin e tokës e bëri para një viti. Kjo tokë i është alokuar Bashkësisë Islame. Në këtë tokë do ndërtohet edhe një xhami, por edhe ndërtesë administrative Bashkësisë Islame. Do t'i ndërtojmë të dyja së bashku. Xhamia do ndërtohet në stilin e kompleksit me karakteristika arkitekturore osmane. Shefi i kantierit Atila Ashkerin sqaroi se xhamia do të ketë kapacitet për 1500 persona dhe se sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit është 10.000 metra katror. Cami ile ilgili yaklaşık Xhamia do të ketë 2 minare dhe 7-8 kupola të vogla së bashku me kupolën qendrore të madhe. Pas mbylljes së rajonit të ndërtimit do fillojnë punimet e gërmimit. Xhamia në fushë Topan me shumë karakteristika do t'i përngjajë xhamisë Mihrima Sultan në Edin e Kapit të Stambollit dhe xhamisë Koxhatepe të Ankaras. Meteorologët paralajmërojnë rreshje shiu për nesër dhe rreshje dëbore në vendet malore, ndërkohë për javën e ardhshme ata paralajmërojnë temperatura shumë të ulta. Në orët e pasdites ka kushte për rreshje shiu, ndërsa në vendet malore rreshjet do të kenë intensitet më të theksuar. Kështu bëjnë të ditur nga enti për punë hidrometeorologjike. Meteorologu Boris Sekirarski njoftoi se nga përfundimi i ditës së sotme priten ulje të temperaturave dhe rreshjeve të kohëpaskoshme. Ai tha se gjatë javës së ardhshme temperaturat do të ulen dukshëm. Gjatë ditës së nesërme në orët e paradites do të kemi ndryshim të motit, ndërsa gjatë orëve të pasdites do të fillojnë rreshjet e shiut. Gjatë ditës do të fryjë erë mesatare e përkohshme deri në një erë të fortë nga drejtimi verior, që do të ndihet sidomos në pjesën perëndimore të vendit, por gjithashtu edhe në rrethinën e Shkupit. Deri në fund të ditës me zgjerimin e rreshjeve do të ketë edhe ndryshim të motit, do të ndryshojë në pjesët jugore dhe do të jetë më ftohtë. Në orët e mbrëmjes, në pjesët malore, mund të ketë edhe rreshje bore. Sekirarski tha se nga dita e hënë do të ketë mot edhe më të ftohtë dhe kjo temperaturë do të na shoqërojë diku deri në mesin e javës. Të hënën do të jetë edhe më ftohtë dhe do të fryjë erë jugore. Nga e hëna e deri në mesin e javës, mëngjeset do të jenë mjaft të ftohta, diku deri ditën e mërkur do të kemi temperaturë negative. Nga Instituti Hidrometeorologjik thonë se pas ditës së mërkurgje në fund të javës, temperaturat e mëngjesit do të fillojnë të rriten dhe do të jenë më pozitive. Temperaturat ditore do të jenë gjithashtu më të larta dhe nga etja më do të ketë prap mot me diell. Liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nënshkruan sot deklaratën e re të Romës, 6 dekada pas nënshkrimit të marrëveshjes së Romës. Në Damask vriten 17 civil, ndërsa në Irak nga sulmet ajrore pësojnë 12 të tjerë. Vazhdojmë me zhvillimet rajon bot. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deklaroi se ushtria do të bëhet shumë shpejt dhe të gjithë ata që nuk e duan dhe po e pengojnë krimin e saj, nuk duhet të gëzohen para kohe. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në konventën e 8 zgjedhore të partisë së tij, tha se nuk ka asnjë barrierë që pengon antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke këmbgulur edhe një herë më shumë se ushtria e Kosovës do të krijohet shumë shpejt, duke shtuar se asnjë nga ata që nuk e duan ushtrinë dhe po pengojnë krimin e saj, nuk duhet të gëzohen para kohe në këtë mënyrë. Veseli u drejtua kryeministrit Mustafa dhe kryetarit të LDK dhe kryetari LDK-s, parti që është pjesë e koalicionit qeverisës së bashku me PDK-n. Veseli u ka premtuar
treguar të pranishmëve se partia e tij do të mbajë të gjitha premtimet që ka bërë pavarësisht të tensioneve politike në vend, duke u referuar këtyre të fundit, ai shtoi se po harrohen prioritetet më të rëndësishme. Liderët e 27 vendeve antare nënshkruan sot deklaratën e re të Romës 6 dekada pas nënshkrimit të marrëveshjes së Romës, me të cilën ishin hedhur themelet e Bashkimit Evropian të sotëm. Liderët evropian kanë reflektuar mbi historinë e krijimit, zhvillimin dhe sfidat e Bashkimit Evropian. Liderët e 27 vendeve antare nënshkruan sot deklaratën e re të Romës 6 dekada pas nënshkrimit të marrëveshjes së Romës, me të cilën ishin hedhur themelet e Bashkimit Evropian të sotëm. Në deklaratën e nënshkruar nga liderët synohet një Evropë më e fortë, më e sigurt, më e begatë dhe më sociale në arenën globale. Liderët kanë nënshkruar objektivat për një Evropë e cila përpiqet që të gjithë qytetarët e Evropës të udhtojnë lirisht dhe të sigurt për forcimin e politikës imigracionit, për vendosmërinë në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar, e cila nxit objektivin monetar të Unionit në punësime të reja, investime dhe reforma strukturore ekonomike, që ka në kujdes ndryshimet me sistemeve kombëtare dhe rolin kyç të partneriteteve sociale që lufton me papunësinë, diskriminimin, përjashtimin social dhe lufton varfërinë dhe e cila së fundmi përpiqet për zgjerimin e mëtejshëm të partneriteteve aktuale. Në konferencën përshtyp mbajtur para firmosjes së deklaratës së re të Romës, figurat të larta të Bashkimit Evropian kanë shprehur ambicjet e tyre lidhur me vazhdimsinë e bllokut të përbashkët evropian. Kryeministri italian Paolo Gentiloni në fjalimin e tij ka nderuar kurajën e etërve themelues të Europës së Bashkuar. Presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani u ndal në punën e përbashkët për lirinë dhe për të drejtat, teksa tha se ky shkëmbim ka rrënjë të thella. Ai vlerësoi rezultatet pozitive të politikës së përbashkët, por gjithashtu përmendi edhe gabimet, burokracinë e tepruar. Në fjalën e tij të rastit, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk inkurajoi pjesëmarrësit të rinovojnë aleancën e kombeve dhe të respektojnë themelet e bashkimit. Në përfundim të konferencës, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker riafirmoi angazhimin e palëve për një Europë të bashkuar, që vetëm kështu mund të përballet me sfidat e mëdha të së ardhmes. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është shprehur se mbajtja e takimit solemn me rastin e 60 vjetorit të marrëveshjes së Romës, me të cilën u themelua Bashkësia Ekonomike Evropiane, pa pjesëmarrjen e Britanisë së Madhe është një moment shumë pikëllues. Në samitin e liderëve të 27 anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian, Juncker theksoi se Brexit, konkretisht dalja e Britanisë, është një tragjedi. Qytetarët e Britanisë së Madhe vitin e kaluar në referendum votuan për daljen nga Bashkimi Evropian. Për të mërkurën e ardhshme, Britania ka paralajmëruar nisjen e procesit 2 vjeçar të daljes nga bloku evropian. Numri i personave të vdekur në sulmin ajror në rajonin Hamuriye të Gutës Lindore në kryeqytetin e Sirisë Damask është rritur në 17, ndërsa janë plagosur 50 të tjerë. Sipas informacioneve që ka marrë Agjencia Anadolu nga ekipet e mbrojtjes civile, mësohet se në mesin e të plagosurve ka gra dhe fëmijë të cilët janë dërguar nëpër spitalet e improvizuara të çadrave në rajon. Njësitë e Bashar al-Assadit që prej një jave janë duke sulmuar intensivisht nga ajri dhe toka lagjet Gjobar dhe Kabun, si dhe disa zona në Gutën Lindore. Sulmi sotëm është bërë përkundër armpushimit të arritur në Sirin më 30 dhjetor, për të cilin ndërmjetësuan Turqia dhe Rusia. Aktualisht palët e përfshira në konflikt janë duke zhvilluar bisedime në Gjenev për të arritur një armpushim të qëndrueshëm në Siri. Së paku 12 civil kanë humbur jetën, ndërsa 7 të tjerë janë lënduar të shtunën gjatë sulmit ajror të koalicionit ndërkombëtar të kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër ISIS-it në qytetin irakian të Mosulit, raporton Agjencia Anadolu. Koalicioni gjatë sulmit ajror ka goditur një automobil të ISIS-it i ngarkuar me eksploziv në rajonin Raim Hadid në Mosulin Jugor, tha zyrtari i ushtrisë Abdul Kani Al-Halil. Në mesin e të vdekurve ka gra dhe fëmijë.
Goditja e objektivave të armatosura të ISIS-it në vendmbanimet e Mosulit është bërë gati e pamundur pa viktima në civil, shtoi Al-Halil. Nga mesi muajit shkurt, forcat e armatosura toksore me mbështetje të koalicionit të ndërkombëtar filluan operacionin qëllimi së cilit ishte dëbimi i ISIS-it nga Mosuli perëndimor, i cili është bastioni i fundit i grupit terrorist në Irakun verior. Ofenziva është pjesë e fushatës së gjerë të filluar në muajin tetor të vitit të kaluar me qëllim të rimarrjes së kontrollit mbi qytetin nga ISIS-i, të cilin e mori Mosulin nga mesi i vitit 2014. Një sasi prej 1417 kg kokainë është sekuestruar nga policia ndërsa kishte të stampuar fotografinë e futbollistit të famshëm Lionel Messi. Sasia drogës u kap nga policia peruane ndërsa kishte destinacion Belgjikën. Lënda narkotike ka një shifër 68 milion pound dhe 85 milion dollar. Disa prej shumë pakove të gjetura kishin gjithashtu edhe vulën zyrtare të mbretit të Spanjës. Është pohuar se përdorimi i fotos së Messit është për të treguar cilësinë e produktit në mënyrë që të mos ngatroheshin pakot. Asnjë arrestim nuk është bërë nga policia, ndërsa lënda narkotike është konfiskuar. Paketat kishin ardhur nga Apurimac, Ene dhe rajoni Mantaros Rivers Valley, një nga zonat më të mëdha të prodhimit të kokainës në Peru. Kjo është sasia dytë më e madhe e kapur në këtë vend brenda vitit, ndërsa më herët 2 ton kokainë u gjetën të fshehura gjatë muajit janar. Peruja së bashku me Kolumbinë është një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të gjethes së kokainës, që është lënda e parë. Prej ditës së shtunë drejt së dielës me zhvendosje të akrepave të orës për 1 orë përpara, respektivisht pre orës 2 në orën 3 pas mesnate, fillon llogaritja verore e kohës. Kalimi i llogaritjes prej dimrore në verore të kohës është vendosur me arsye se vazhdohet dita, mundësohet kursimi i energjisë elektrike, rritet produktiviteti i fuqisë punëtore, përmirësohet adaptimi i njerëzve dhe disa punuese bëhen më efikase. Që prej vitit 1981 u vendos ligji që përfshin tërë Europën në të gjitha shtetet e saj. Norma europiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimrore kur ajo shkon 1 orë pas. Ndryshimet bëhen të dielën e fundit të muajit mars dhe të dielën e fundit të tetorit. Të rinjt nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë pushtuan këtë shtunë bulevardin parasheshit Skënderbej. Të ulur në formën e gërmave, Albania, ata performuan në sinkron fenomenin e njohur në botë Cup Song, duke përplasur në tokë kupat plastike dhe duke thyer rekordin botëror Guinness. Organizatorët zgjodhën të formonin fjalën Albania si një formë manifestimi kombëtar për të sjellë në botë mesazhin e bashkimit dhe dashurisë. Rekordi më parshëm ishte vendosur nga 349 persona. Sot, rreth 110 prej jush dolën nga zona e performuesve, por kjo nuk e pengoi performancën, pasi gjithçka shkoi mirë dhe ata që morën pjesë në total ishin 2017. Pra ju keni vendosur rekordin e ri Guinness. Unë kam qenë i bindur që ky rekord ekziston në këtë komb. Kombi shqiptar është një komb i cili gjithmonë ka mbijetuar shekujsh. Dhe një gjë tjetër që po e tregon për ditë në këto çaste të dëshpëruara, është një komb që guxon të shpresojë dhe unë këtë e quaja rekord. Shikues të nderuar, kaq për hapësirën informative. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.